Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ekzekutohet pranë shtëpisë së tij një 50 vjeçar, ngjarja në fshatin Burxull të Vorrës, nuk dihen autorët dhe motivet e krimit. Policia sekuestron kamerat e sigurisë. Vrasja Aleksandër Koçekut në Dukajgjin dyshohet të jetë bërë për gjakmarrje, vëllai i viktimës është duke vuajtur dënimin për një krim të kryer në vitin 2017. Gjykata cakton masat e sigurisë për vajzat që dënuan të miturë, një prej tyre mbetet në burg, arrest shtëpie dhe shtrimi detyruar në psikiatri për 2 të tjerat. Mjekët japin alarmin për shtimin e pacientëve me hipertension, por preken gjithnjë më shumë edhe të rinj, shkak jeta sedentare dhe përdorimi i drogave. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Vora u trondit nga një krim i rënd që i mori jetën një 50 vjeçari. Ai u qellua për vdekje pak pas mesnate pranë derës së shtëpisë së tij në fshatin Burxull. Autorët e vrasjes dhe motivet nuk dihen ende, ndërsa viktima nuk rezulton të ketë pasur precedent penal. Vetëm 10 minuta pas mesnatës, një 50 vjeçar mbeti viktime një atentati me armë zjarri. Edmonda Lisula u ekzekutua në fshatin Burxull të Vorrës në rrugë, teksa ishte drejtuar për te shtëpia e tij. Burimet bëjnë të ditur se autorët i kishin bërë prit shumë pranë pragut të shtëpisë. Sapo pikasën që ai po afrohej, hapën zjarr duke e lënë të vdekur në vend. Policia e kryeqytetit njoftoi se ekzekutori u largua me shpejtësi pas krimit, pa lënë pas asnjë gjurmë. Ndërkaq, grupi hetimor po verifikon kamerat e sigurisë në zonë për të fiksuar çdo lëvizje të dyshimit që mund të hedhë dritë mbi krimin e rënd. Hetuesit dhe policia janë rikthyer në vendin e ngjarjes për të rindërtuar skenën e krimit. Mbetet i paqartë motivi i atentatit pasi 50 vjeçari nuk rezulton të ketë pasur probleme me drejtësinë, e megjithatë do të jenë pikërisht hetimet që do të përcaktojnë rrethanat e plota të ngjarjes. Hetimet për vrasjen e Aleksandër Koçekut në zonën e Dukajgjinit janë përqendruar në pistën e gjakmarrjes. Të afërmit e viktimës thonë se 40 vjeçari jetonte me frikë për shkak të një vrasje që kishte bërë vëllai i tij në vitin 2017, krim për të cilin është duke vuajtur dënimin. Aleksandër Koçeku mbeti viktime një atentati me armë zjarri në aksin rrugor Prekalkir në fshatin Lin. Ai ka qenë duke udhëtuar me automjetin e tij kur breshëri Kallashnikovi është shkrepur në drejtim të tij duke lënë të vdekur në vend. Pista kryesore mbi të cilën heton policia mbetet ajo e gjakmarrjes. 40 vjeçari Aleksandër Koçeku po udhëtonte i vetëm me automjetin e tij nga zona e Dukajgjinit në drejtim të Shkodrës, ku ran në pritën e autorëve. Në një segment malor të aksit Kir Prekal, pa kamera sigurie dhe me lëvizje të pakta, ndaj tij u qellua me breshëri automatiku. Një karikator Kallashnikovi u zbraz mbi automjet duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Ndërkohë, detajet e reja kanë dalë në dritë lidhur me ekzekutimin e 40 vjeçarit. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se në vendngjarje janë sekuestruar 25 gëzhoja automatiku, të gjitha të qelluara nga e njëjta armë. Dyshohet se autori ose autorët kishin organizuar një prit dhe e kanë qelluar pa i lënë asnjë mundësi reagimi. Trupi i pajet u zbulua nga një kalimtar i rastësishëm, i cili pa automjetin me 40 vjeçarin brenda dhe njoftoi menjëherë policinë. Të afërmit pohojnë se familja Koçeku jetonte prej vitesh me frikën e gjakmarrjes. Aleksandër Koçeku ishte vëllai i Artan Koçekut, i cili po vuan dënimin për vrasjen e Angelin Shkamit në dhjetor të vitit 2017. Këna i tonë fikë si e dini dhe ju pëshalë, se nga këna njën burë për jatë punë, si ka pas i zhak bërë që të punë. Si e dini dhe ju, thëmë. Dhe të gjithë kush pëshalë. Për të të gjënë së di. Si pas dosjes hetimore të vitit 2017, konflikti i kishte nisur për një borxh prej 20.000 eurosh, por ishte përshkallëzuar edhe për shkak të një çështjeje nderi. Në atë kohë, Angelin Shkami dyshohet se kishte krijuar lidhje intime me motrën e vëllezërve Koçeku, ndërkohë që ishte i fejuar me një vajzë tjetër. Për kryerjen e asaj vrasjeje, Artan Koçeku kishte përfituar leje nga burgu i Peqinit ku ndodhej i arrestuar për një tjetër vepër penale dhe kishte organizuar takimin me viktimën përmes rrjetit social Facebook. Sa i takon vrasjes Aleksandër Koçekut, hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë përgjatë itinerarit të lëvizjes, pasi zona ku ndodhi atentati nuk monitorohet me kamera.
Një tjetër element që po verifikohet është fakti se 40 vjeçari ishte gjithashtu nën hetim edhe për vrasjen e 19 vjeçarit Pavlin Preka, çështje për të cilën prokuroria e Shkodrës kishte zgjatur vetëm pak ditë më parë me 3 muaj afatet e hetimit. Ndërkohë, policia e Shkodrës ka ngritur postbllogje në hyrje-daljet e qytetit dhe ka ushtruar kontrolle në zonën e Dukagjinit. 20 vjeçaria që filmoi skenën e dhunimit të dëmiturës në Fier do të qëndroj pa afat në burg, por njërën nga 15 vjeçare toga dhe zeza vendosën në arrest shtëpie, ndërsa për tjetrën shtrim të detyruar në psikiatri. Gjykata e Fierit ka lënë në fuqi masat e sigurisë për 3 vajzat e dyshuara për dhunimin e një 17 vjeçari, një ngjarje që ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik. Në seancën për verifikimin e masave të sigurisë, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë, duke vendosur masën arrest me burg për 20 vjeçarin e dyshuar si e përfshirë në ngjarje. Për njërën nga 15 vjeçarit u konfirmua masa arrest në shtëpi, ndërsa për të miturën tjetër gjykata vendosi shtrim të përkohshëm në spitalin psikiatrik. Masat janë caktuar duke marrë në konsiderat moshën e secilës prej të dyshuarve, si dhe shkallën e përfshirjes së tyre në ngjarjen e hetuar. Ndërkohë më herët, nëna një prej 15 vjeçareve u shpreh se shqetësimi i tyre ka qenë i hershëm që kur ishte nxënëse në një shkollë 9 vjeçare publike. Sipas saj, as shkolla dhe as psikologët nuk i dhanë mbështetjen e nevojshme, çka e detyroi familjen të transferonte 15 vjeçarin në një shkollë private tek e cila nuk u paraqiti asnjë ditë, pasi ndihej vazhdimisht e bullizuar. Drejtoria na nxorri për jashtë. Bashkë me vajzën? Bashkë me bashkëshortin. Zhdukej për jashtë. Nxorri vajzën, nxorri dhe ne. Pati psikologa aja qeshte me ne. E çun gocën në shkollë tjetër, goca nuk pranoi. Nëna të Mitrës është shprehur e shqetësuar pasi nuk është në dieni as të diagnozës dhe as të trajtimit për vajzën e saj. E ndërkohë, psikologët thonë se një nga faktorët e shtimit të dhunës tek të miturit, siç ishte rasti i Fierit, është edhe mjedisi familjar. Sipas specialistëve, mungon komunikimi mes prindërve dhe fëmijëve, por edhe shkolla duhet të bëjnë më shumë. Dhuna mes të miturve, një fenomen tashmë mjaft i përhapur, vijon të mbetet shqetësues në shoqërinë shqiptare. Psikologët theksojnë se në formimin e sjelljeve të dhunshme ndikojnë një sër faktorë si mjedisi familjar, social dhe vështirësitë në menaxhimin e emocioneve. Së pari ka të bëjë me mjedisin në të cilën i arritur. Cili është mjedisi i parë, familja është mjedisi i parë. Çfarë ofrohet në familje? Si zgjidhen problemet në familje? Si është komunikimi familjar? Sa e njohur është fëmia me dhunën që në vegjëli? Më pas të kaloj tek mjedisi fizik. Mjedisi fizik e një shkolle, i një fëmije bëhet nga shkolla, është edhe nga komuniteti, sa të qasshëm janë ata, çfarë shoqërie kanë, çfarë mentaliteti kanë, çfarë dukurish apo forma të argëtimit ata zgjedhin. Mjedisi online është një faktor tjetër që vitet e fundit përbën një ndër faktorët më të rëndësishëm mbi ndikimin e dhunës. Sipas profesionistëve të shëndetit mendor, roli psikologut është thelbësor në identifikimin dhe menaxhimin e problemeve emocionale të fëmijët, si edhe në parandalimin e rasteve të dhunës. Roli psikologut tani është bërë edhe më vendimtar, mendoj që është thyer pak tabuja e të kuptuarit mbi rolin e psikologut. Në këtë prizë më shikoj jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm. Fëmijët e kanë shumë të rëndësishme që të mund të shprehin emocionet e tyre, por psikologu të jetë aty në rreshtën e parë për të kuptuar mbi gjendjen emocionale dhe psikologjike të një fëmie bashkë edhe me stafin. Psikologja Borjana Dine nënvizon se komunikimi vazhdueshëm me fëmijën është një nga elementët më të rëndësishëm në parandalimin e këtyre fenomeneve. Komunikimi është shumë i rëndësishëm për të kuptuar fëmia se nëse kanë një problem, ata do të shkojnë te prindi dhe e dinë që do të ketë një zgjidhje. Shkolla është institucioni po prap në të cilën ka rëndësi peshë edukimi. Pak ditë më parë një 17 vjeçare u dhunua brutalisht nga dy 15 vjeçare, ndërsa një tjetër filmonte skenën e dhunës. Pamjet të cilat u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale ngritën shqetësime mbi agresivitetin e akumuluar mes të rinjve, të cilët fatkeqësisht zgjedhin dhunën në vend të komunikimit. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj kritikave për koncertin e artistit amerikan Kanye West, duke thënë se solli fitime të mëdha për biznesin. Sipas shefit të qeverisë, Shqipëria u vendos në qendër të vëmendjes, pasi mira njerëz erdhën nga mbi 80 vende të botës. Një ditë pas koncertit të Kanye West në Tiranë, kryeministri Edi Rama reagoi ndaj kritikave për fondin prej 4 milion eurosh të përdorur nga qeveria për organizimin e aktivitetit. Sipas tij, ky ishte një investim i domosdoshëm për të garantuar që koncerti do të mbahej pavarësisht reagimit negativ në rrjet. Po ishte një investim i bërë minutën e fundit për të shpëtuar
investimin shumë më të madh për Shqipërinë, për ekonominë e Tiranës dhe për mijëra njerëz nga mbi 8 vende të botës që i kishin prerë biletat për të ardhur këtu dhe mbi të gjitha një investim për të mos hapur një plagë të re mosbesimi ndaj një Shqipërie ku i kanë sy të gjithë. Kreu i qeverisë argumentoi se organizimi i një eventi të këtyre përmasave sjell përfitime të drejtë për drejta për ekonominë. Sipas tij, hotelet, restorantet, transporti dhe bizneset lokale përfituan nga mijëra vizitorë që mbërritën në Shqipëri nga 10 vende të botës për të ndjekur koncertin. Një koncert madhështor nuk lë pas vetëm një shenjë të bukur në kujtesën atyre që e shijuan. Ai lë para në arkat e hoteleve të mbushura, të restoranteve plot, të kafeneve, të dyqaneve, të sipërmarrjeve që merren me transportin, që merren me sigurinë, me teknikën, me logjistikën dhe patjetër të gjithë atyre që bëhen pjesë e organizimit të tij. Duke u përgjigjur kritikëve, kryeministri theksoi se zhvillimi ekonomik nuk matet vetëm me shpenzimet që kryhen, por me vlerën që krijojnë ato investime në afatgjat. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në afërsi të urës së Vashës në Klos, ku një 38 vjeçar është mbytur në lum. Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur ndërsa i riu, Erkin Lika, ishte duke u stërvitur në ngjitje me litar. Dyshohet se ai është rrëzuar nga shkëmbi dhe ka rënë në lumin mat. Në vendin ngjarje kanë mbërritur efektiv të forcave të kërkim shpëtimit, si dhe polumbarët e repartit të Reneas, të cilët vijojnë operacionin e kërkimit për gjetjen e Erkin Likës. Policia e Vlorës goditi një rrjet shpërndarësish droge. Disa persona përfunduan në pranga, ndërsa u kapën doza lëndësh narkotike të llojeve të ndryshme. Një operacion antidrog u finalizua në qytetin e Vlorës, teksa policia vuri në pranga 5 persona, 2 prej tyre shtetas italian. Grupi u lokalizua në zonën e Zvërnecit, ku gjatë kontrollit fizik, kontrollit të automjetit dhe banesës ku qëndronin në lagjen ujë ftohtë në Vlorë, u gjetën dhe u sekuestruan rreth 700 doza lëndësh narkotike të llojeve të ndryshme, të ndara dhe të përgatitura për shitje. Të arrestuarit janë kryesisht të rinj që shpërndanin lëndë narkotike në plazhe dhe ambiente argëtimi në qytetin e Vlorës, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Ndërkohë, një tjetër operacion përfundoi me arrestimin e 3 personave në zonën e Kurbinit për kultivim të parcelave me bimë narkotike. Të arrestuarit janë shtetasit Dritan Nikoli, Vojsava Mercina dhe Jetmit Rucaj, të cilët u kapën duke u kujdesur për bimët e kanabis sativës. Gjatë operacionit, u gjetën 436 rrënjë kanabisi, ku një pjesë u sekuestruan si provë materiale dhe pjesa tjetër u asgjësuan përmes djegjes. Mjekët japin alarmin për shtimin e të prekurve nga hipertensioni. Bluzat e bardha thonë se shqetësimi më i madh është prekja e të rinjve dhe adoleshentëve, ku shkaqet kryesore mbeten jeta aksidentare dhe përdorimi i drogave të forta. Numri personave që vuajnë nga hipertensioni është në rritje, ndërsa mes tyre ka gjithnjë më shumë të rinj të grupmoshës 18-19 vjeç. Mjeku kardiolog Taulan Gishto rendit disa nga faktorët të cilët kanë ndikuar në shtimin e këtyre rasteve. Hipertensioni tashmë është bërë një sëmundje e mirënjohur nga të gjithë, pra është një sëmundje kronike, dihet është një sëmundje e cila prek çdo moshë. Moshat janë nga moshat po themi të reja deri moshat më të avancuara. Moshat më të reja që kemi ne, kemi edhe moshat 18-19 vjeç me hipertension, gjë që më përpara konsiderohej tabu. Ndërsa në kohën e sotme, në ditët e sotme, në përditshmërinë tonë, moshat nën 30 vjeç janë të zakonshme në vizitë. Arsyet janë nga më të ndryshmet, që nga jeta sedentare, që nga dieta jo e mirë ose hiperkalorike, që nga përdorimi i drogave, që në moshat e reja dihet që është mi prapi masive, kryesisht e kokainës dhe heroinës, të cilat indirekt nëpërmjet mekanizmave vazokonstriktor ndikojnë në rritjen e rezistencës periferike dhe në aktivizimin e hipertensionit. Megjithatë, sipas kardiologut, vitet e fundit është vënë një ndërgjegjësim më i madh i popullatës për kryerjen e kontrolleve periodike. Sot ka një ndërgjegjësim masiv të rinjve, në moshat në 45 vjeç, vinë për kontroll rutinë një herë në vit, ndërsa ata që janë me hipertension në këtë moshë, pra mosha në 45 vjeç me hipertension, vizitën rutinë kanë 6 muajsh.
Në këto ditë nxehta vere, mjeku Gishto u bën apel qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar për shëndetin e zemrës duke respektuar këshillat mjekësore. Këshilla e parë e rëndësishme është evitimi i orëve të pikut, që do të thotë ora 10 e paradites me orën 5 mbasdite duhet të jetë një orar që të evitohet nga kushdo. Çdo aktivitet fizik, ekspozim të bëhet përpara orës 10 dhe pas orës 5 mbasdite. E dyta është pozicionimi i këtyre individëve, sidomos nëse janë të smur kardiovaskular, në ambient të freskët. Pra në një ambient me ajër të kondicionuar. Elementi i tretë është hidratimi i mirë, që do të thotë përdorimi i ujit, i lëngjeve dhe i frutave me përmbajtje të lartë lëngjesh. Dhe elementi i fundit është një vizitë kardiologjike rutinë nëse ata vuajnë me sëmundje kardiovaskulare. Të dhënat OBSH tregojnë se rreth 47% e shqiptarëve të moshës 30 deri 79 vjeç vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut, një shifër shumë e lartë se mesatarja botërore për rreth 34%. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.